Shtetet e Bashkuara deklaruan se kryen një seri sulmesh ndaj bazave ushtarake iraniane si kundërpërgjigje ndaj rrëzimit të helikopterit amerikan në ujërat e Gjirit. Sistemet të mbrojtjes ajrore, stacione për kontrollin toksor dhe baza radarësh u goditën në afërsitë të ngushticës së Hormuzit, bëri të ditur Komanda Qendrore Amerikane. Nga ana tjetër, trupat e Gardës Revolucionare thanë se kryen sulme ndaj 21 objektivave në bazat amerikane në rajon, konkretisht një në Bahrein dhe të tjerat në Jordani. Ndërkohë edhe ushtria kuvajtiane tha se kishte interceptuar një sulm. Shtetet e Bashkuara i cilësuan sulmet një përgjigje proporcionale për rrëzimin e helikopterit Apache, ndërsa Teherani i cilësoi ato si mizore. Presidenti Donald Trump kishte akuzuar më herët Iranin se kishte qelluar helikopterin dhe se ishte e domosdoshme që Washingtoni të reagonte. Sipas zyrtarëve amerikan, Irani përdori një dron për të sulmuar helikopterin, megjithatë ende nuk është e qartë nëse mjeti i telekomanduar e goditi atë qëllimisht. Ndërkaq që regjimi në Republikën Islamike nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për rrëzimin e mjetit luftarak amerikan. Në vijim të deklaratës, Trump tha se helikopteri po patrullonte ngushticën e Hormuzit, një kalimdetar strategjik që u mbyll pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit në fund të shkurtit. Të mërkurën, garda iraniane tha se sulmet amerikane kishin dëmtuar një kull telekomunikimi dhe 2 cisterna detare në qytetet Yazg dhe Sirik, si dhe në ishullin e Keshmit.